Tani vim te ngjarja e 2 prillit në Shkodër. Ju e keni trajtuar gjëre gjatë. Unë do të thosha në mënyrë të përmbledhur. Edhe pyetja nuk do ta bëj kush i vrau, si u vran, por ajo që mua më ka bërë më shumë përshtypje është veprimtaria e agjenturave të huaja. Dhe një televizion i Malizi ka qenë atë ditë ka filmuar një pjesë. Ju e dini shumë mirë këtë çështje. A mund të evitojë kjo ngjarje dhe a kanë gisht agjenturat e huaja? Filmimin kryesor e ka bërë Rai Uno. Rai Uno? Rai Uno filmimin moroi kaseta? Dhe unë kam dërguar një hetues konkret. Në Itali? Në Itali. Po? Besnik Imerin. Kam dërguar në Itali. Prokurorin? Dhe italianët fillimisht premtuan që do ta jepnin, pastaj nuk e dhanë. Nuk e dhanë. Nga e dinin ata që do ndodhte ngjarja që edhe filmuar? Unë thash pak përpara në tetor të vitit 1990 u hoq kontrolli i ambasadave. Ato kishin mundësi që këtu kishte. Edhe aty fillon veprimtaria më e zgjeruar, njerëzit kishin mbështetje, por nuk mendoj se ka qenë ndonjë veprimtari shumë intensive e agjenturave të huaja që konsideroheshin sepse populli vetë nuk doronte dot më. Para mund kur një personalitet nuk kishte një gotë në shtëpi, qartë. Merë mend se shbëshën Kush e bëri 2 prillin? Populli nuk kishte bukë të hante, u racionalizua. Gjithë fshati që prodhonte grurin hante bukë misri. Qartë. Kush e bëri 2 prillin, zoti Lama? 2 prilli është organizuar në mënyrë të tillë, ka shumë idera për këtë. Por që edhe 2 prilli është një ngjarje që u mor përgjegjësi. Nuk u mor përgjegjësi fillimisht, u paraqit si një revolt spontane, por që ndikimi pati Partia Demokratike. Edhe ata që u dërguan nga Partia Demokratike që vajten. Pa ata që qelluan me armë? Ata që qelluan me armë janë armë të tjera janë përdorur direkt me urdhër nga Ramizalia. Direkt me urdhër Ramizalia? Keni dokumentuar këtë? Unë nuk isha i besuar i Ramizit që të më thoshte mua. Dhe në rrugë shtetërore ai s'kishte pse të komunikonte me mua, sepse urdhri do jepesh nëpërmjet ministrit të Brendshëm, zëvendësministrit. Nuk më rezulton që Gramos Ruçi ka dhënë një urdhër. Unë e dokumentuar. Unë hetova çështjen Po? Dhe pikërisht ky hetim që unë bëra për të zbuluar përgjegjësinë kryesore që fillonte nga Ramizalia, mua më çoi në shkarkimin që u bë me votën unanime edhe të 2 krahëve politike në Kuvendin Kombëtar. Sepse unë në planin e hetimit kam evidentuar përgjegjësi që dalin nga Komiteti Qendror për urdhrin e dhënë dhe për pasojat që ardhin. Jo, e kam fjalën që Gramos Ruçi nuk rezulton që të ketë një dokument, se nxjerrë një dokument aty, po s'është autentik dhe s'ka protokollim. Urdhrat jepeshin me gojë, po? Dhe këto urdhra nuk dokumentohen. Po, nëse nuk dokumentohen, s'është provë pastaj se keni qenë kryetues? Po, pikërisht unë këtë doja që të evidentoja, të zbuloja, dhe pikërisht ky ishte shkaku që unë u bëra sebeb për të ishte rasti që u gjet mundësia, sepse deri në fund Ramizi donte që të më mbështeste, edhe më diferenconte në krahasim me këto drejtuesit e tjerë të gjykatës së prokurorisë, po kur e pa që doli përgjegjësia e tij, ai më kundërvij në këtë drejtim. Urdhri është dhënë nga Ramizi, konkretisht zëvendësministri ka komunikuar me kryetarin e Degës së Punëve të Brendshme, edhe kryetari i Degës së Punëve të Brendshme i ka dhënë urdhër shefit policisë që ishte në bashkë me policët para Komitetit Partisë. Ka qenë një veprimtari e pa deklaruar që mbajë sekret, sepse unë dhash urdhër që të merreshin të gjitha armat e bësh ekspertiza. Të bësh ekspertiza. Vërtet u mblodhën dhe u bë ekspertiza nga ekspertët ligjor.
kriminalistë të Ministrisë Brendshme, po edhe nga eksperti që unë kisha krijuar laboratorin kriminalistik në ETUSI, dhe u dha mendimin që armët nuk ka asnjë armë që është përdorur nga forcat e rendit. U mbajt sekret përdorimi i armëve në distancë. Snajperat. Po. Ato nuk u bë ekspertiza? Nuk u deklaruan. Po kjo është çelësi pastaj. Nuk janë deklaruar. Snajperat nuk u deklaruan që ishin vend snajperat nga dishmëri. Po nuk u dhanë juve. Nuk u dhanë. Po si kërkuat ju? Po unë nuk e dija që ishin përdorur snajperat. Ju keni kërkuar gjithë armët. Unë kërkoja gjithë armët. Kërkoja çdo veprim që është bërë. Prandaj në planin hetimor janë të detajuara të gjitha. Snajpera ose veprimtari tjetër, të gjitha do të... Po pse u larguat ju pastaj? Pastaj, fakti që u vërtetua që ekspertimet nuk ishin të plota, në zbulimin e kufomave, kur bë zbulimin e kufomave, u gjet një plumb atje. Dhe plumbi doli... Në zhvarrimin e kufomave. Në ekzumim që është zvarrimi, atë kam trajtuar gjërë, u gjet një plumb dhe që vërtetonte që ishte përdorur armë. Ju pse u larguat pastaj? Pse u harratisët? Se harratisi që dhe juaja. Po, ai ishte me kushtet e asaj kohe. Po pse? Çfarë rrezikoni ju? Janë 5 raste që unë jam rrezikuar konkretisht me jetën time dhe po mos isha... Nga kush? Nga sigurimi i shtetit. Sigurimi i shtetit? Sigurimi i shtetit kishte marrë funda dhe ishte mbyllur. Sigurimi i shtetit, se sigurimi i shtetit dhe ata drejtuesit kryesorë që kishin përgjegjësi për atë periudhë donin që të më eliminonin, se unë isha dëshmitari kryesor që po flasët këtu, edhe asaj çështje. Dhe për 2 prillin? Edhe për 2 prillin. Dhe si ikët ju larguat direkt në Gjermani? Po mos të ikë në Gjermani, unë do të isha eliminuar. Po atje në Gjermani ju kërkuan? Kanë kërkuar 2 herë nëpërmjet Interpolit. Po ç'ndodhi? Gjermania më ka dhënë strimin politik. Ju keni marrë azil politik? Jam i vetmi person që ka marrë azilin politik. I vetmi shqiptar? Jam i vetmi shqiptar që ka marrë azil të vërtet politik. Kush të ka mbrojtur atje? Kush të mbron atje? Jam mirënjohës shtetit gjerman, po? Dhe personalisht Bundeskanslarit Helmut Kohl. Me porosit veçantë. Po pse bëri Helmut Kohl këtë? Më ka mbrojtur. Pse? Ka dhënë porosi që të trajtohet me kujdes qëndrimi tim, të vlerësohen kontributet që kisha dhënë unë, edhe jam i vetmi person që mu njohën atë kohë të gjitha titull shkencor dhe aktiviteti që kisha pasur. Tani, kam një pyetje, se sigurisht që i diskutojnë, i hezitojnë, komentojnë të gjitha këto që ju keni shkruar dhe thonë. Disa thonë që këtu je gabim, nuk jam dakord, këtu nuk është e vërtetë etj etj. Po unë kam marrë vetëm një person, Sokol Drasati, që ka bërë një akuzë konkrete ndaj jush si shefi time për rrezimin e busit të Enver Hoxhës dhe Salinit në Shkodër. Si i përgjigjeni këtij personi? Unë them të drejtë me sinqeritet, ruaj atë qëndrimin tim të palëkundër që nuk dua dhe nuk kam dëshirë të jap mendime për të personat që janë dënuar politikisht. Sepse është një veprimtari që meriton që ta gjykojnë organet përkatëse. Unë i përgjigjem asaj ish kryetares kuvendit që e ka marrë këtë deklaratë dhe ka bërë atë deklarimin bombastik që të mblidhet kuvendi edhe të kërkohet përgjegjësia. Ajo, zonjë e nderuar, madama ka pasur mundësinë që të njihet me dokumentat e mia, ka pasur mundësinë që të njihet konkretisht me veprimtarinë time, sepse unë kam kryer veprimtari konkrete, unë vajta për vizitë, ngushëllimi familje dhe këtyre që u shpallën dëshmorë. Të katër. Po në kohën që ata konsideroheshin armiq, edhe gjithë Shkodra fliste që Malame vajti ngushëlloi viktimat. Vetëm për këtë akt, ajo zonjë nuk do të kishte kurajën të bënte këtë deklaratë. Zonjë, për keke zonjë Josefina Topalli? Po, zonja Topalli. Do ta kem rastin, do ta pyes zonjën Topalli, po. Të shikoj. Ajo ka mundësi që të pyesi popullin e Shkodrës, ka mundësi që të njihet me dokumentat, ka mundësi që të njihet me dokumentat që janë në arkivin e shtetit, ka mundësi të njihet me bashkëpunëtorët me cilët unë kam punuar, ka mundësi të njihet me ato
pak akte që kanë ngelur nga dosjet timore. Dhe mos bëj deklarata bombastike. Unë jam i mbrojtur nga vetja ime dhe nga qëndrimi im e para. E dyta, duhet të sqaroj kushdo që ka një mendim të ndryshëm nga ato që kam thënë, i rekomandoj të lexoj librat, të shikoj, të kërkoj në arkiv dhe unë kam deklaruar publikisht dhe me përgjegjësi të merret çdo dokument që ka të bëjë me veprimtarinë time, të publikohet, të diskutohet pas një rezervë. Jam shumë i sinqert dhe jam i vendosur për këtë që them. Kemi foto tjera, nuk e di? Kemi dhe një? A kjo dëbim 3 dënime me vdekje të krerët e internimeve, ka qenë dhe zyluftar Ramizi aty. Rapi Mino dhe Ranit Çelen. Jeni dakord me këtë vendim? Për veprimtarinë e tyre, duke gjykuar në prizmin politik, është një veprimtari shoqërohet, kjo pamje shoqërohet edhe me qëndrimin ndaj Ismail Kadares. Se kjo është një koincidencë. Është një koincidencë. Edhe një për të qeshur. Shumë kuptim plotë. Këta janë personat që kanë zbatuar porosit. Dhe këto porosi kanë qenë të palishme edhe të dënueshme. Por në kuptimin e përgjithshëm, këta duhet të dënoheshin. Por që dënimi me vdekje u hoq në Shqipëri. Dhe ai dënim është dënim politik që u bë për të qetësuar popullin. E para, e dyta. Këto dënime me vdekje u dhanë një kohë kur Shqipëria donte që të afrohej dhe po ecte në rrugën europiane, euroatlantike. Nuk ishte përse të merresh me këtë mas kaq të rënd dënimi me vdekje, sepse dënimi me vdekje ishte hequr nga Europa. Në thepesën. Po të gjykoj. Edhe këtu kishte ngrirë. Po 90-ën hoqën. Jo, flas edhe këtu në thepesën kishte ngrirë. Në thepesën kishte ngrirë. Dënimet që u bën më tepër propagandistike. Jo, më bëre për të qeshur për këtë dhe kjo tregon pastaj kjo për Kadarin. Shumë interesante. Prandaj që të kuptoj drejt se unë kam punuar me këtë, si thuash, kam kaluar një pjesë e jetës time në detyrën time, në periudhën më intensive, në periudhën e krijimtarisë time më të rëndësishme. Dënimet janë të drejta që janë bërë, por dënimet me vdekje kanë qenë të egzageruara. Qartë. Zoti Lame, unë e thash edhe në fillim të emisionit që mund të ketë shumë njerëz që mendojnë ndryshe nga ju. Mund mos jenë dakord fare me ju, por unë atë që vlerësoj është kuraja juaj që dilni publikisht, dilni ballas dhe thoni mendimet tuaja. Sikur pjesëtar të atij regjimi të kishin kurajën tuaj dhe dilnin të flisnin, do ishte një gjë shumë e mirë për kombin ton. Dhe ajo që mua më la më shumë përshtypje ishte fjala juaj që unë jam penduar, por brenda atij pendimi dhe asaj përgjegjësie, unë jam munduar që të bëj sa më pak të ketë sa më pak pasoja. Dhe unë realisht e vlerësoj këtë gjë. Pastaj ju njerëz që e shikoni intervistën dhe e keni ndjekur zotin Lame, jeni të lirë të thoni mendimet tuaja, të komentoni, sigurisht që kjo është demokracia dhe liria. Unë të falenderoj shumë zotin Lame për këtë intervistë që është rekord në historinë e intervistave të mia. Unë dëshiroj sinqerisht edhe një herë të përsëris, falenderoj televizionit dritare që më dha këtë mundësi, edhe juve personalisht për këtë bisedë me tema kaq delikate, po me kaq rëndësi për historinë e popullit shqiptar, popullit dhe të kombit shqiptar. Dhe nëpërmjet kësaj mundësie që më jepet, duke pasur parasysh komunikimin masiv që ka ky televizior, jam mirënjohës kombit shqiptar për vlerësimet që ka bërë dhe uroj që kombi shqiptar të ketë gjithmonë ditë të mira dhe udhëtim të suksesshëm në rrugën euroatlantike.